Është publikuar së fundmi një rrëfim i rrallë e i pabotuar më parë i aktorit të madh të skenës së ekranit shqiptar Kadri Uroshi. Ky rrëfim është marrë gjatë xhirimeve të dokumentarit që regjizori Petrit Ruka përgatiste për jetën e tij, ku Uroshi shfaqet si vetmi personazh, duke treguar me imtësi historinë e jetës së tij. Aktori rrëfen me mall për origjinën e prindërve nga Libohova dhe vështirësitë të mëdha ekonomike që i detyruan të shpërnguleshin në ballsh. Unë, edhe kur flas malla kastrioçe, kujtonte ai me humor. Jeta e tij nuk ka qenë as pak e lehtë. Nëna e la kur ishte 2 vjeç, ndërsa babai e humbi në moshën 12 vjeçare. Ai kujton natën e ftohtë kur u largua nga ballshi për në kavaj, te motra për të filluar një kapitull të ri të jetës së tij. Fëmijëria dhe adoleshenca e tij u shënuan nga puna e rëndë fizike. Uroshi kujtonte punët e para si punëtor krau, 13 orë në ditë, duke shkarkuar dërrasa dhe çimento, punë që i ka litën karakterin. Pas kapitullimit të Italisë fashiste, ai shpëtoi vdekjes dhe fati e solli në Tiranë. Puna e tij e parë në kryeqytet ishte si pastrues në drejtorinë e BKT-s te sheshi Avni Rustemi. Të 3 katet i laja për 2 orë dhe i boja me naftë. Nuk ishte e vështirë sepse isha mësuar me çimenton, kujton ai. Takimi i tij i parë me artin ishte në Kinema Republika, ku punonte si biletapritës, por presioni i vërtet për teatrin u zbulua rastësisht kur në Parkun në Rinia takoi mosuesin e tij të shkollës fillore. Ky takim u bë shkak që Uroshi të hynte në teatrin popullor. Teksti i parë që mori në dorë ishte Hamleti i Shakespeare-it, një sfidë që nuk e kuptoi plotësisht as deri në fund të jetës. Fillimisht, ai nuk e kaloi provimin për aktor, por drejtori i teatrit kombëtar Xhemal Mbroja e punsoi si sufler. Mezi prisja të sëmureshin aktorët që t'i zëvendësoja unë, kujton në humor. Roli i parë në skenë që i hapi dyert e karrierës ishte osipi tek revizori i Gogolit. Pas këtij suksesi, fitoi të drejtën e studimit në Zagreb, por me prishjen e marrëdhënieve me Jugosllavinë u transferua në Prag, ku origjina shqiptare Aleksandër Mojsiut ndikoi që të pranojë në studime. Pas kthimit në Shqipëri në vitin 1955, ai luajti një sër rolësh që fituan dashurinë e publikut. Roli i osipit mbeti i veçantë për të, pasi e bindi se aktrimi ishte zgjedhja e tij e jetës. Diplomën e parë ma dhanë pedagogët, por atë më të madhe ma dha spektatori, thoshte ai me mirënjohje, edhe pse në vitin 1974 u dënua për interpretim të rolit të Arturo Ui dhe u dërgua të punonte si punëtor në oficinën e automjeteve. Ai nuk ndaloi se punuari si aktor dhe regjisor. Shfaqja Komisar Memo, që solli më pas në skenë, u prit me duar trokitje të zjarta, duke rikthyer në teatrin që ai e donte mbi gjithçka. Kadri Uroshi kishte vetëm një frikë, pleqërinë. Ajo që më shkatron mua është pleqëria. Çfarë nuk bëj që bota të mos e vërej që janë plakur rrëfente ai, por edhe pse koha kalonte ai mbeti për publikun mjeshtri pavdekshëm i skenës shqiptare.